prindërve? Po, na duhet mu nis çdo herë prej themelit, prej bazës, edhe baza e kësaj shoqënie janë familjarët tonë, janë prindërit tonë. Po. Shumë mirë e ceku edhe hoxha i nderuar, ne kemi sot prind, unë sinqerisht unë jam i moshës ma i ri kështu, po kur i shoh moshën e babës tem në rrjetet sociale deri në 5-6 mëngjes, edhe fjalorin që ata përdorin, mu m'vjen turp që jam mashkull mas pari, e në dy m'vjen turp që jam shqiptar, që i takoj një nacionaliteti sikur ata, m'vjen turp edhe shpesh herë mendoj edhe i lut edhe falenderoj Zotin që bota nuk na e njeh gjuhën tonë edhe nuk i kupton fjalorin që këta janë të e përdor. Sinqerisht, unë mendoj që moshat plus 50, ata të cilët janë për më na eduku neve, ata janë problemi kryesor i kësaj shoqënie, nuk janë fëmijët e tonë. Sepse për me eduku një fëmijë duhet 20 vjet me kon te përpara lindjes tij edukum. Domethënë këtyne persona ju mungon edukata prej prindërve vet. Unë e kuptoj situata të ndryshme, lufta të ndryshme, nuk kanë pas mundësi mi eduku ata fëmijë qysh dohet, mirë po problemi kryesor i kësaj shoqënie, edhe ku edukata duhet mi u dhon moshave plus 50 ose plus 40, kisha me thonë që mu eduku mirë kjo shoqëni.